Këshilli Bashkiak miratoi dje shkarkimin e kryetarit në mungesë prej 7 muajsh. Janë thënë dhe janë llomotitur shumë gjëra lidhur me këtë hap, por nuk ja vlen të merremi as me ata të cilëve u ka rënë diella në kokë, as me ata të cilët e quajnë diktaturë kur shumica parlamentare detyrohet të kalojë në votimin e programit pasi i ndalohet t'ia paraqis programin kuvendit me metodat famkëqia të rrylave të fytit edhe të brylave në sallën e kuvendit, dhe as me ata që 3 herë rresht nuk e mundën dot erionin me luftën e tyre patologjike, me kandidaturat e tyre politike dhe me karikaturat e tyre mediatike, që sot fryn gjokset me sebepin e një letre anonime ndaj një kundërshtari të lidhur duar dhe këmbë.